Koncerti i dy fesht dhe Simfonia nr. 2 kanë qenë veprat me të cilat Filharmonia e Kosovës ja ka dedikuar koncertin njërit prej emrave më të shquar të muzikës klasike, Johannes Brahms. Çdo notë e së parës flet me gjuhën muzikore të kompozitorit dhe ka kuptim. E dyta jo thjesht harmonike, por thellësisht emocionale. Në ndrejtimin e dirigentit rumun, Artun Hojnik, dhe me solist violoncelistën turke, Nil Kochamangil dhe Visar Kuqi në violin, Filharmonia ka kthyer në ritme literaturën e njërit prej figurave më të rëndësishme të romantizmit. Në një kohë kur Filharmonia e Kosovës po sjell për herë vepra të pa eksploruara të repertorit botror, Brahmsi është i pashmangshëm. Vlerësohet të jetë romantik në ndjenjë e klasik në formë. Ndonse në muzikën e tij emocionet janë intensive, ato janë të përmbajtura. Ai përdor ngjyra të thella harmonike, por edhe të errta, dhe kjo ka qenë e dallueshme në koncertin ku Filharmonia ka sjell dy prej veprave madhore të tij në sallën e kuqe të Pallatit të Rinis. Rrëfimi muzikor ka nisur me koncertin e dy fesht. Violina me solist koncertmjeshtrin e Filharmonisë së Kosovës, Visar Kuqin, dhe me violoncelin në të cilin luan turkja, Nil Kochamangil, janë instrumentet solo. Në rolet e tyre nuk ka hierarki. Asnjëri nuk dominon, por zhvillojnë dialog të vazhdueshëm, shpesh si debat e herëherë si pajtim. Kjo nga se Brahms e shkroi veprën si gjest pajtimi me violinistin hungarez Josef Joachim, i cili ishte mik i tij për 30 vjet. Violinisti Kuqi, duke paralelizuar historinë personale me ndërtimin e veprës, ka thënë se supozohet që violonceli është Brahmsi, ndërsa violina është Joachim. Për shumë specifike se Brahmsi kur e ka shkruar këtë vepër, ka pas për qëllim me u pajtu me shokun e tij violinist, me të cilin i ka shkruar krejt vepra tjera, e kanë qenë për 7 vjet, kanë qenë t'i dhënum, për arsye shumë personale. Edhe në momentin që Brahmsi ka dashur prapë me u afru me to, e ka shkruar këtë koncert për cello dhe violinë si një dialog, shumë mirë që e bën pyetjen me dialog, se në një farë mënyre supozohet që celloja është Brahmsi e violina është Joachim. Josef Joachim që ka qenë violinist një prej më të mirëve të gjitha kohënave, që krejt veprat e Brahmsit faktikisht i ka ndihmuar me i shkruar për violinë. Vepra është pak virtuoze, por shumë komunikuese dhe e thellë. E pjesët orkestrale nuk janë thjesht shoqëruese. Siç ka thënë violoncelistja turke, Nil Kochamangil, orkestra është pjesë e dialogut si ndërmjetësuese të dy instrumenteve solo. This work is very special. In every moment, I feel like it's Vepra është shumë e veçantë. Në çdo kohë të saj ndjej se është më shumë sikur një simfoni. Je shumë e lidhur me orkestrën. Nuk është sikur interpreton solo dhe orkestra të shoqëron, por je bashkë me të. Ka momente dramatike, pastaj romantike apo pastorale. Brahms i shkruan të gjitha këto sikur një simfoni. Është shumë kënaqësi ta performojmë këto, për të parën herë këto me këtë orkestër të mrekullueshme. Pastoral moments, as Brahms writes also in his symphony which was played today. Në pjesën e dytë të koncertit është interpretuar Simfonia nr. 2.
ka sjell ton të ngrohtë, të qetë dhe harmonik, duke shpalosur ndjesinë të vështruarit peizazhe natyrore, të qenit në paqe e rrethuar me rrjedhshmëri melodike. Temat janë të gjata e me lëvizje të buta, me plot momente melankolie e tensioni përbrenda. Instrumente si korno dhe klarineta janë të buta të frymorët. Dirigjenti rumun Artun Hojnik ka thënë se të punosh me muzikën e Brahmsit duhet seriozitet maksimal. Brahms is a very romantic composer and Brahms është kompozitor shumë romantik, sikurse edhe krijimtaria e tij që i përket periudhës së romantizmit. Të luash muzikën e tij kërkon përherë seriozitet dhe të njëjtën kohë muzika ka fraza dhe forma të gjata në kuptimin muzikor. Është shumë e rëndësishme që orkestra të mbajë këto fraza të bashkuara. in terms of music. Koncerti i radhës i Filharmonisë së Kosovës mbahet më 17 shkurt, po ashtu në sallën e Kuqe, me program të veçantë solemn, sikurse edhe një vepër premier botërore, feston me muzikë klasike 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.